Kryetar raporti i Institutit Kosovës për Drejtësi, i publikuar në dhjetor të këtij viti për deklarimin e pasurisë me titull Gabimi gjyqësor, që hoqi përgjegjësinë e shkelcëve të ligjit, ka gjetur se një gabim i Gjykatës Supreme, që arsyetimin e ka bërë duke u bazuar në një normë të shfuqizuar, praktikisht e ka dekriminalizuar në praktikë veprën penale të mosraportimit apo raportimit të rrem. Në fakt, ky gabim që ka ndodhur nga Gjykata Supreme është pranuar edhe në tryezë nga aktorë që kanë qenë vetë gjyqtarë të Gjykatës Supreme. Duke pa këtë praktikë që është ndërtuar ku prokuror pothuajse po i hudhin rastet në faza fillestare, por edhe në rastet kur ka akt akuza të ngritura nga prokuror, gjyqtarët po i hudhin sepse ju kanë referuar vazhdimisht kësaj vendimarrje të Gjykatës Supreme. A do të ketë ndryshim, a do të ketë një çështje tjetër për ta pa pra individualisht secilin rast në mënyrë që të ndryshohet kjo praktikë që po shihet se ka qenë gabim. Tani, ju e dini që Gjykata Supreme është ajo që harmonizon praktikën në sistemin e drejtësisë dhe në këtë rast gjykatat e instancave më të ulta, në rastin konkret gjykata themelore në Prishtinë, i bindet, domethënë vendimeve të Gjykatës Supreme, sepse Gjykata Supreme është ajo që krijon praktikën gjyqësore. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ne jemi të vetëdijshëm që ka raste që shpesh herë edhe ndryshojnë praktikat e gjyqësore, pra nuk janë të etabluar deri në atë formë aq të ngurtë sa të njëjtat mos ndryshojnë asnjëherë dhe për aq kohë, edhe pse për të qenë i sinqert, unë nuk jam ndjeni sakt për vendimin, sepse janë raste të cilat trajtohen në departamentin e përgjithshëm divizionin penal, dhe këto çështje që ju po i ngritni, unë do të ngres edhe me gjyqtarët e departamentit të përgjithshëm në divizionin penal, dhe po qëse ka ide të tilla nga Gjykata Supreme, siç po i referoni ju që ka mund të lëshohet ndonjë gabim i tillë, nuk ka as edhe një problematikë që nëse çështjet ligjore janë në një dimension tjetër, ne ti trajtojmë dhe të krijojmë një praktikë të re, po e cila kuptohet që pastaj duhet konfirmohet nga instancat më të larta. Kryetar, pavarësisht garancioneve ligjore, po shohim që pavarësisht përparimit që ka psuar sistemi gjyqësor në gjithë këto vitet e fundit në kuptim të qasjes së mediave dhe publikut, në kuptim të rritjes së transparencës, ka raste në të cilat gjyqtarët ende vazhdojnë që të mbyllin raste me një arsyeshmëri që nuk është shumë e bindshme për publikun. E patëm rastin e fundit të rezervave shtetërore, ku ka pas pra një akt akuzë të ngritur nga Prokuroria Speciale, pikërisht pse një rast publik është mbyllur me procedura konfidenciale dhe për këtë është ngritur akt akuza. Pse duhet mbyllet një rast i tillë për publikun? Tani në pozitën time unë nuk mund të komentoj vendimet e cilit do gjyqtar për mbyllje të një seancës. Ju e dini që kodi i procedurës penale parasheh mundësinë e mbylljes së seancës për shkaqeve ligjore, cilat mund çdo gjyqtar në rastin konkret, sepse unë nuk po i referohem vetëm rastet konkret, të vlerësoj se seanca për publikun duhet mbyllur dhe po qëse kemi gabime të tilla, ato i nështrohen filtrit të mbikëqyrët nga gjykata e apelit, sepse një çështje e tillë mund të konsiderohet edhe shkelje absolute. Megjithatë, nuk mund të them diçka për rastin konkret, për faktin se spari nuk i di rrethanat e rastit konkret, por të njëjtën kohë nuk është edhe në autorizimet e mia tani të komentoj një rast specifik, e aq më tepër pa qenë në dieni me rrethanat e rastit. Në kuadër të këtyre vendimeve që marrin gjyqtarët në seanca publike, ka raste kur gjyqtarët vendosin që të vendosin për të mos raportuar mediat me emra të plot, por që të raportojnë me iniciale për palë të caktuara, në ndërkohë që bazë të analizës së Institutit Kosovës për Drejtësi, në gjithë kornizën ligjore, por edhe të praktikat e ndryshme evropiane, nuk gjejmë që ka një bazë ku mund t'i referohen kësaj vendimarrje, pra që të thuhet filan deputetit të raportohet me iniciale. A do ta diskutoni këtë në nivel të gjykatës që kjo praktikë ndërpritet, që mos krijohet konfuzion dhe mediat të raportojnë në seanca publike për atë sa lejohet pra që të monitorohet seanca? Tani shqetësimi është me vend dhe unë mund të them që unë personalisht nuk kam pas raste tilla që kam kufizu me iniciale, megjithatë vlerësoj që do ta diskutojmë në kolegjiumin e radhës se cila ka qenë arsyeshmëria apo edhe baza ligjore në cilën gjyqtarët kanë vlerësuar që mund bëhet një kufizim i tillë dhe vlerësoj që ne si gjykatë duhet jemi unik tani tutje në trajtimin e çështjeve të cilat juve që i ngritet.